Me kamerat e sigurisë që gjenden pothuajse kudo në ditët e sotme, po bëhet më normale të shikosh gjëra të çuditshme dhe gazmore të kapura prej tyre. Karma e menjëhershme veproi ndaj këtij mjeku teksa u përpoq të qellonte me dorezë plastike një infermiere, por rezultoi krejtësisht e kundërta. Të gjithë e dimë që kompjuterat Mac Pro janë jashtëzakonisht të shtrenjtë. Kur Mac Pro $11,000 youtuberit Ashley Reni doli të ishte i dëmtuar që në mbërritje, ajo vendosi që të kontrollonte kamerat e sigurisë. Ajo çfarë gjeti ishte interesante për të thënë më të paktën. Kur robori i shtëpisë së këtij burri u shkatrua plotësisht dhe makina që ai përdorte për të korrur barin ishte lëvizur nga vendi i vet, ai po përpiqej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Kështu që kontrolloi pamjet nga kamerat. Kështu ai kuptoi se ishte viktime një prej momenteve më të pafata të ndodhur ndonjëherë në ndonjë oborr. Një moment shumë i këndshëm, por krejtësisht i papritur ndodhi kur kamera e sigurisë kapi një elefant, duke marrë mbeturina dhe duke i futur në kosh. Argjendarët zakonisht janë shumë të zgjuar dhe janë mësuar të merren me njerëz si përpiqen t'u vjedhin. Teksa dikush po provonte një zinxhir floriri, argjendari filloi të dyshonte dhe e mbylli derën duke shpëtuar nga vjedhja një zinxhiri me vlerë $500. Imagjinoni teksa dilni jashtë për të notuar në pishinën tuaj dhe të gjeni një makinë të zhytur në të. Kur një shofer kamioni ishte gati të merrte një makinë nga garazhi i një fqinji, makina i doli jashtë kontrolli duke përfunduar në pishinën e djalit. Teksa një punonjës po dorëzonte një pako tek një shtëpi, disa ditë para festës së Halloween, ai nuk e vuri re kungullin që ndodhej në tokë duke bërë që të pengohej dhe të rrëzohej. Ai nuk e përjetoi mirë këtë gjë dhe nisi të shkatronte të gjitha dekorimet. Diamantet janë jashtëzakonisht të shtrenjtë. Ja se si duken $100 milion diamante. Një argjendar inteligjent vuri re se një grua po përpiqej të bënte një mashtrim duke ndruar pakon me diamante të vërteta me një tjetër identike por false. Për fat të mirë, argjendari e vuri re dhe e mbylli gruan brenda. Ndonjëherë shfaqjet televizive japoneze shkojnë shumë larg. Gjatë një emisioni ata vendosën një kamera për të parë reagimin e njerëzve teksa atyre u bëhet një shaka pa krip, duke u hequr dyshemen në një ashensor për t'i trembur ata. Në një tjetër pamje jo dhe aq të këndshme të dorëzimit të një pakoje tregohet një punonjës i FedEx, i cili duhej të dorëzonte një pako brenda të cilit ndodhej një kompjuter. Në vend si ta linte të dera ose t'i binte ziles, dërguesi vendosi ta hidhte atë përmbi gardh duke shpresuar që çdo gjë të jetë në rregull. Kur djali i pronarit të një dyqani nuk po arrinte të gjente telefonin e tij, ata vendosën të kontrollojnë kamerat e sigurisë dhe për habinë e të gjithëve, telefoni ishte vjedhur, por jo nga një njeri. Ndoshta ai nuk do të arrijë ta marrë mbrapsht telefonin e tij. Ky person përfundimisht nuk po kalonte një ditë aq të mirë, kur i deshte të arrinte varkën e tij duke notuar sa më shpejt që ishte e mundur. Të gjithë dimë se qeset plastike me fluska mund të jenë shumë argëtuese. Kur një nga punonjësit të një hoteli u emocionua së tepërmi, ai u përpoq të hidhej në mbështjellsen me fluska për të plasur sa më shumë prej tyre një herazi. Dhe le të themi se nuk shkoi sipas planit. Kur një ari gjigant në Kaliforni hyri në një dyqan, pronari në fillim nuk ishte shumë i frikësuar dhe u përpoq t'i kërkonte ariu të largohej. Por kur ariu i erdhi pranë, ai vendosi që ta linte të lirë të hante çfarë të donte. Teslat kanë një cilësi të veçantë që është sistemi i survejimit kur makina është e parkuar. Kjo grua u kap nga kamerat e sigurisë duke gërvishur një Tesla të parkuar pranë saj. Ndonjëherë teksa ecni rrugës mund të shihni gjëra të çuditshme duke ndodhur.
Një moment i pazakontë për tu parë ishte kur një ari hyn papritur në një magazin plot me njerëz, ku të gjithë mbetën të shokuar dhe ju deshën disa sekonda për të reaguar. Këtu gjërat bëhen pak më të çuditshme. Në fillim mund të mendoni se ky klip është i rrem, por në fakt ka një shpjegim për atë që ndodhi këtu. Me sa duket, një kavo shumë e fortë që doli nga kamioni i pastrimit i ndaloi të gjitha makinat e tjera. Kur pronari i një makine vendosi të kontrollonte pamjet e kamerave për të parë se kush i kishte thyer pasqyrën anësore, nuk ishte as pak ajo që po priste. Kur jemi më të vegjël, është normale që prindrit tanë të na kërkojnë të nxjerrim mbeturinat, gjë që zakonisht është një detyrë mjaft e thjeshtë. Por për këtë fëmijë kjo ditë nuk ishte as pak e tillë, sepse era e bëri të luftonte me mbeturinat dhe ai dukej se po e humbiste këtë luftë. Kur një burr në palestër po përdorte të gjithë peshën e disponueshme në pajisje, kavoja mbajtëse nuk arriti të mbante dhe ai u rrëzua në tokë. Një burr harroi të parkonte makinën e tij teksa përpiqej të ngrinte një pemë krishtlindjesh. Makina filloi të ecë mbrapsht duke shmangur goditjen me një makinë tjetër ngjitur për vetëm pak centimetra. Duket se një student po përpiqet të vjedhë një kuti me pije energjike, duke ka përcyer në anën tjetër të gardit, por ai u godit nga karma e menjëhershme, teksa xhinset e tij ngecën në gardh, gjë që ndoshta i kushtoi më shumë se sa vetë pijet energjike. Disa njerëz janë jashtëzakonisht të fortë, por ka një limit. Një moment i çuditshëm për tu parë ishte kur varka e këtij burri po rrshqiste në rrugë dhe ai u përpoq ta mbante për ta ndaluar që të përplasej. Është e paqartë se çfarë ndodhi saktësisht këtu, por për disa arsye kjo grua nuk mundi t'ja dilte përmes këtyre dyerve automatike. Teksa dikush me një makinë misterioze me siguri po përpiqej të rrëmbente një student, ai arriti të shpëtonte duke e kuptuar se ishte shumë më fleksibël se sa makina. Një moment i çuditshëm u kap nga kamerat e sigurisë kur një grua vendosi që të lyente me bojë pallton e një burri, i cili po priste trenin. Asnjëherë mos e ndroni bluzën tuaj teksa jeni në pistën e vrapimit. Një moment i jashtëzakonshëm për tu parë ishte kur një burr vendosi të tremte kolegun e tij, duke u fshehur brenda një kutie në një magazin dhe le të themi se ja doli me sukses.